Se nuk besoj që ata kanë vënë si kush që po nuk që Rama pushtetet nuk vip. Se udhëheqësit e shteteve nuk janë si edhe në punësit e shkret shtetit që i detyron Rama të bilbilojnë së bashku, se ata kanë edhe mbrojtje ligjore. Nuk është se janë patronazhist Parti Socialiste. Nuk janë funksionar politik, janë funksionar të shtetit, dhe se funksionar të shtetit nuk duhet i detyroj njeri që të marrin pjesë në ekzibicione apo në shfaqje propagandistike me kryeministrin. Unë nuk e imagjinoj dot në një shtet tjetër demokratik, antar të NATO-s, që kryeministri i vendit, se mirë, ministrin e ka funksionar politik edhe ai edhe mund të lodrojë edhe të kërcej. Pa ata të tjerët aty vërdall, ata janë këshilltar, diplomat, janë në parim të paktën funksionar karriere, që kalojnë qeveri mbas qeverie, në këtë kuptim nuk kam pse bëhen pjesë e asaj shfaqje, po ndërkohë ne kemi një njeri jo vetëm korruptuar, po edhe një njeri të padej në krye të shtetit, që gjithçka e bën në funksion të propagandës së tij. Protesta dhe samiti i NATO-s nuk kanë asnjë lidhje me njëra tjetrën, sepse duhet t'ju kujtoj që fundja organizimi i samitit NATO-s nuk është një medalje për demokraci në një vend. Sepse edhe në Ankara që organizuar, nuk është organizuar në vendin më demokratik të Evropës. Flasim për një vend si Turqia që kryetari i opozitës e mban burg edhe kërcënon me 2600 vjet heqje lirie, aq shumë akuza ka. Kështu që nuk është medalje për demokracinë. NATO është rreth parë një aleancë gjeopolitike